Zhdi, këtu është lugina e Drinit. Drinit Bardh. Toka është pjellore. Çdo bim ka sukses. Çdo perim, pemë. Suksesi arrihet, suksesi duhet në prodhimtari edhe me vaditje. E keni edhe mundësinë atje. Sa është shërbimin e juaj? Po, e kemi sistemin e Radoniqit. Këta problemi veç është të këta se ton kohën kështë në majnë mirë, po në fillim kër elshojnë ujin, janë shumë dvanun, në ekstrem janë dvanun, në fund prillit elshojnë, testimin, edhe një javë ju hajnë defektet, dhe mon veç him maj, 4-5 majnë, edhe po kemi pengesa, sidomos ka shumë bujë që mjadhin, kajnë sera, dreza, lakën, edhe janë shumë dvanun. Të paktën kjo duhet më konë fillimi marsit më lëshu. Edhe jo me nalë me 10 ose me 5 tetor, po me vazhdu të në fund tetorit, se po ka prodhimet vonshme bujqit. Kështu nuk është shumë keq, e majnë ka shtypje, që po shijet që edhe është mirë, po problemi kryesor është në fillim elshojnë shumë vonë. Fillimi majit, gjysa punëve që po kryen. Sidomos me drez, me 3-4 maj pja fillojnë me shit. Këto vrejtje që po i qëtni tash ju para kamerës bujkut, a e keni spikat autoriteteve të Radonishit? Si mas informatëve paka shumë që i kom, kryetari i komunës Rahovecit ka bo ma heret një kërkes, po si të na, nuk po përfillën këto kërkesa, që sa vjetë na kemi kërkesa që më lëshu i ma heret, se në përmjet të komunës Rahovecit, se komuna Prizrenit nuk ka ndikim të këta, edhe nuk ka njëtën që të kemi gjatë fundin e prillit e kemi me ujtje. Afër fshatit Krusha e Vogël edhe Piranës. Është komuna e Prizrenit. E a është shtrejt? A kushton vaditja? Vaditja e ujt nuk është shtrejt. Shërbimet që i bojnë nuk janë shtrejt. Sinqerisht, tash une jëm detyru me hapë për shkak sajna dhe pusin atje që peshe, për shkak pëse këta po na vanojnë. Mu shumë a shumë ka kushtu pusi me hop atje, 2.000 euro, se sa 50 ori për këto pagun më skofsha gabim diku 140-50 euro për 50 ori. 200 dishka herë 300 është një hektar, e është mirë, qmimi nuk është i shtrejt, veç që është problemi vonesa edhe herët penalin, vonesa në shimin e ujt edhe herët penalin. Komuna ka budget për bujqësi, edhe komuna Prizrenit a ke pas ndonjëherë dorë nga ta? Po, komuna Prizrenit, se cila qeveri që është ndërru deri tash, e ka pas një budget danë për bujqit, jemi të kënaqën, sidomos në projektin e drezës, janë shumë mirë, po në këtë vit, për shkak të problemeve që i kajnë me financa, nuk dojnë me dhonë, e nderin këtë vit në kanë dhonë se cila parti që i konë pushtet pa dalim, në kanë dhonë edhe mjetë bujqësore, në kanë pajis mirë me mjetë bujqësore, ai që do më punua, ka pas derën qeltë, si vjetë po na qalojnë pak për në nëzarën probleme, se për vitin a shumë tashna, unë këtu duna detyrona me shkolliz, me hek, se kjo nuk bon mo, e jes veç me këto, e për mua veç kjo është cukër me pi një aspirin, se është shumë e vogël. Si përfaqe e vogël, vetë me mjall kushton. 1 hektar drez me mjall vetë e kalon 20.000, se fidanet janë shtrejt, nejloni, sistemi pik-pik e kështo pjesë të qera, kushton shtrejt. E komuna 80% të asajna barës e bartke, shpenzimve, 20% participimin e kishëm na.